Polemikët pas përfundimit të spektaklit vijojnë të jenë në qendër të vëmendjes, ndërsa situata mes ish banorëve duket se është përshkallëzuar edhe më tej. Pas deklaratave të forta, Ilir Venozi ka reaguar sërish, këtë herë përmes një video në TikTok ku ka përdorur një gjuhë të ashpër dhe fjalor banal. Në videon e shpërndar, Venozi shfaqet e revoltuar duke vjuar akuza ndaj Mirit dhe duke e çuar konfliktin në një tjetër nivel. Më tha do të zhduk, në sytë të gjithëve, ishte një nga deklaratat që ai kishte bërë më herë duke përshkruar përplasjen mes tyre pas finales. Ndërsa në reagimin e fundit në TikTok ai ka shpërthyer sërish me tone të forta duke mos rrëstyer ofendimet. Konflikti mes ish banorëve që nisi si një debat pas finales tashmë ka marrë bërmasa personale dhe po zhvillohet hapur në publik. Unë po larguam nga Tirana se kam frikë mos më zhduk Miri. Unë kam muaj dhe nuk më është dëgjuar zëri asnjëherë. Miri pas finales ma bëri me gisht dhe më tundi dorën. Unë aq u bëra me nervo sa isha gati t'i kafshoja gishtin, gjithsesi thjesht ta lë se është i nxehtë. Më tha se do flasim dhe i thashë ja flasim tani, se ç'më tha nuk e mora vesh tamam dhe pastaj ikëm. Më pas bëm atë koktelin, duke kënduar më pa dhe më tha, s'ta kemi fajin ne se dole vet. Dakor, çdo njeri kur humbe katë i natin, por ai zgjodhi 3 ditë dhe mohot sa po hyn në postin e spektaklit. Hyra unë dhe nisi të kërkon të llogari, pasi përkraja Selinën. Më tha se unë kam thënë se Stini dhe Miri janë kundërshtarët e mi, sepse më dukeshin lojtarë të mirë. Më tha se më kam mbështetur në shtëpi dhe më duhet që të mbaja anën e tij. E mora më njanë dhe i tregova arsyet pse mendoja se fitonte Selin. Në fakt ai e bëri fitues Selinën me krevatin dhe të tjerat. Ai vazhdoi qëndrimin e tij dhe unë shpërtheva me ato fjalë të mia. Më tha do të zhduk. Në sy të arbrit të Monikës, ndryn dhe bodyguardët dhe më nandan. Rogertin, Selinin dhe Mateon Miri çon në finale. Ai duhet të shohë gabimet e vetja e tij. Të treve ai i dha ushqim. U bë ushtari Rogertit. I thash se nëse do të fitonte Bigun duhet të sulmonte Rogertin, jo të bëjë ushtari i tij. Rogerti erdhi më takoi dhe pse unë çfarë nuk kam thënë për të. Më tha se i kem lënë pas të gjitha. Tamam burr. Fjalët e Ilirit tregojnë një urrejtje të madhe. Unë gjithmonë fal për më ranë në qafë. Deklarata bërë më herët nga Iliri në spektaklin e famshëm. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.